mund të kujtoni ndonjë takim që ka qenë I rëndësishëm nga ato të shumta që keni patur me Ahmet Krasniqin? Po, kemi pasur shumë takime, një ndër to do të kisha veçuar takimin e parë që kemi pas, do të thotë kur grupi I veçanit I ashtu quajtur I udhëhequr për I komandant Sali Qekut, u takuam në Shatfo për herë të parë me kolonelin Ahmet Krasniqin, dhe për mua mbetet takimi më I rëndësishëm dhe më mbreslënës prej asaj periudhe, kur neve u futëm në komandën e tij dhe prej atij momenti ne patëm nderin dhe privilegjin që punojmë në urnat e tij. Dhe më njëherë pas atij takimi, grupi Sali Qekut u fut në Kosovë, ku bëri organizimin në të gjitha fshatat e Kosovës dhe krijoi ambient për futjen e 3 brigade operative, një trenin, një trekatë, një tretë, ku më vonë në komandën e Tajer Zemës dhe u futën atje. Unë, nga përshtypjet e mia që kom pasur, vlen të thuhet, sepse Ahmet Krasniqin e konsideroj një ISU Greval të dytë, sepse si ISU Grevala, kur në ditët e veta punoj për unifikimin e faktorit politik, të asaj kohë Ahmet Krasniqi punoj natën e ditën për unifikimin e faktorit politik dhe ushtarak, gjatë që njëjtë si ISU Grevalës që ja mori jetën nga të ashtu quajtur Shqip Foles edhe Ahmet Krasniqi pikërisht ja mori jetën sepse deshti ta bën unifikimin e faktorit politik dhe ushtarak të shqiptarëve. Prandaj, sot edhe kësaj dite bëj apel në emër të gjithë shokëve të mi që drejtësia në Kosovë sa më parë ta thotë fjalën e vet dhe të marrin dënimin e merituar ata të cilët e vranë, sepse e kam thënë edhe më parë, ata nuk janë gjaku im, ata janë gjaku më I prishur I shqiptarëve, do të gjak I prishur, gjak I vuj.